Ekspozita thesare e Muzeut Historik Kombëtar u çel në oborrin e Shkollës së Bashkuar Qazim Shehu në Shtiqen, duke sjellë më pranë nxënësve dhe komunitetit vlerat e trashëgimisë kulturore shqiptare. Në këtë ekspozit u prezantuan 25 fotografi të objekteve muzeore të përzgjedhura nga Fondi i Muzeut Historik Kombëtar. Këto objekte janë nga gjithë Shqipëria, ka objekte edhe nga Kuksi i Muzeut Historik Kombëtar, dhe ato janë përzgjedhur si momente kyçe që rrëfejnë dhe tregojnë në mënyrë më simbolike historinë e kombit. Ne përpiqemi të kujtojmë fëmijëve që ju nuk mund vini dot vizitoni Muzeun Historik Kombëtar, por ne vim tek ju duke ju kujtuar çfarë ka Muzeu Historik Kombëtar. Gjatë aktivitetit, drejtoresha e Muzeut Historik Kombëtar theksoi se kjo ekspozit përbën një shembull të shkëlqyer të mënyrës se si fëmijët mund të ndërthuren dhe të lidhen ngushtë me trashëgiminë kulturore, duke e njohur dhe vlerësuar atë që në moshë të hershme. Ky muzej i vogël i bërë këtu në Shkollën e Bashkuar të Fshatit Shtiqen ishte një shembull perfekt se si ndërlidhet edukimi fëmijët me trashëgiminë kulturore dhe me muzeologjinë. Aktivitetet të tilla ndihmojnë në ruajtjen e kujtesës historike dhe në edukimin kulturor të brezave të rinj, duke forcuar lidhjen e tyre me historinë dhe identitetin kombëtar.